Ai është një nga aktorët më të pëlqyer në Shqipëri. Por si arriti Burak Ozçivit nga një model i thjesht të bëhet një super yll i serialeve që i ndjek gjithë bota? Në këtë video do të zbulojmë historinë e tij dhe disa fakte interesante që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Dhe, a është e vërtet që shumë fansa besojnë se ai ka origjinë shqiptare? Burak lindi me 24 dhjetor 1984 në Stamboll, Turqi, në një familje të varfër. Që në rini, ai kishte interes për artin dhe ka mbaruar studimet për fotografi. Para se të hynte në botën e aktrimit, ai u bë i njohur si model. Në vitin 2003, fitoi titullin modeli më i mirë i Turqisë, ndërsa në vitin 2005 u rendit ndër më të mirët në konkursin Modeli më i mirë në botë, duke tërhequr vëmendje në nivel ndërkombëtar. Këto arritje i hapën rrugën drejt televizionit. Por një nga pyetjet që shpesh bëjnë fansat, sidomos në Shqipëri, është: a ka Burak origjinë shqiptare? Edhe pse kjo nuk është konfirmuar kurrë zyrtarisht, shumë njerëz vazhdojnë ta besojnë se ai është shqiptar. Gjë që u përforcua më shumë kur aktori vizitoi Shqipërinë dhe qëndroi disa ditë në qytetin e Vlorës. Gjatë vizitës së tij, ai u prit si një superstar, edhe shumë fansa u mblodhen për ta parë nga afër dhe për të treguar mbështetjen e tyre. Një moment që e bëri edhe më të fortë këtë lidhje me publikun shqiptar. Po ju, çfarë mendoni? A mund të jetë Buraku vërtet shqiptar? Me kalimin e viteve, ai filloi të marrë role gjithnjë më të rëndësishme, duke u kthyer në një nga fytyrat më të njohura të serialeve turke. Një nga rolet që e bëri Burak të njohur për publikun e gjerë, ishte ai në serialin historik Sulejmani i Madhërisëm, ku ai luajti rolin e Balibeut. Seriali u transmetua fillimisht tek Albania Screen dhe më pas në televizionin Klan, ku pati shikueshmëri shumë të lartë. Ky serial ishte një nga prodhimet më të mëdha. Në këtë projekt, Burak luajti për krah aktorëve të njohur si Halit Ergenç, Meryem Uzerli dhe aktores të serialit Një dashuri, Alevit. Personazhi i Balibeut u bë shumë i dashur për publikun, veçanërisht tek publiku femër. Megjithatë, gjatë transmetimit të serialit, në rrjete sociale dhe media filluan të qarkullojnë komente se personazhi i Balibeut po tërhiqte aq shumë vëmendje, sa në disa raste po linte në hije edhe personazhet kryesore. Disa fansa madje spekulonin se populariteti i tij i madh nuk u prit gjithmonë shumë mirë në prapaskenë, edhe pse kjo nuk u konfirmua kurrë zyrtarisht. E gjithë kjo vetëm sa e rriti edhe më shumë interesin e publikut për aktorin. Në vitin 2013, Burak mori rolin e parë kryesor në serialin Çalikusu, ku interpretoi personazhin e Kamranit. Ky serial është transmetuar në Tring dhe tregon dashurinë mes Kamranit dhe Ferides, një histori klasike plot emocione, ndarje dhe rikthime, që e ka pëlqyer publiku për vite me radhë. Me këtë rol, Burak arriti të tregojë një anë romantike dhe më të ndjeshme të tij. Ai luajti për krah aktores Fahriye Evçen dhe kimia mes tyre në ekran u bë një nga elementët më të fortë të serialit, duke e bërë serialin një nga më të ndjekurit në atë periudhë. Në atë kohë, fansat filluan të vinin re edhe diçka tjetër, sepse nisën të qarkullojnë fjalë se lidhja mes tyre mund të kishte kaluar edhe në jetën reale. Edhe pse kjo nuk u konfirmua në atë kohë, këto thashetheme e bën serialin edhe më interesant. Një nga momentet më të rëndësishme në karrierën e Burak erdhi me serialin Dashuri e pafund, i njohur si Kara Sevda, ku ai interpretoi personazhin e Kemalit. Ai është transmetuar për herë të parë në Vision Plus dhe për shkak të pëlqyeshmërisë të madhe që ka, është ritransmetuar disa herë dhe publiku vazhdon e shikon me të njëjtin interes si në fillim. Ky serial tregon historinë e një dashurie të pamundur mes Kemalit dhe Nihanit, një histori plot emocione, sakrifica dhe drama që i mbajti fansat të lidhur pas ekranit. Në këtë projekt, ai luajti për krah aktores Neslihan Atagul, e cila interpretoi Nihanin, dhe Melisa Pamuk.
Ndërsa aktori Kan Urganxhiollu tuar rolin e Emirit, antagonisti kryesor, e bëri historinë edhe më dramatike, duke e bërë serialin edhe më kompleks. Kombinimi i këtyre personazheve e ktheu dashuri e pafund në një fenomen të vërtet që u transmetua në shumë vende të botës. Megjithatë, përveç suksesit në ekran, kjo periudhë ishte shumë e rëndësishme edhe për jetën personale. Pas spekulimeve që kishin nisur që në Çali Kusu, pikërisht gjatë kësaj kohe, u bë publike lidhja e tij me Fahriye Evçen, duke konfirmuar atë që fansat kishin dyshuar prej kohësh. Ky moment tërhoqi shumë vëmendje në media dhe e bëri atë edhe më të përfolur. Ndërkohë, sipas disa raportimeve, xhirimet e këtij seriali ishin mjaft intensive, me orare të gjata dhe presion të madh, gjë që e bëri këtë projekt një sfidë të vërtet për aktorët. Pavarësisht kësaj, performanca e tij u vlerësua shumë, duke i dhënë atij famë ndërkombëtare. Pas pëlqyeshmërisë së madhe që pati me rolin e Bali Beut në Sulejmani i Madhërishëm, Burak mori një tjetër mundësi të rëndësishme në zhandrin historik me serialin Kurulus Osman. Ky serial transmetohet prej vitesh në ekranin e televizionit Klan, me rekorde shikueshmërie. Në këtë projekt, ai luan rolin e Osman Beut, figurës që konsiderohet themeluesi i perandorisë osmane. Këtë herë, ai është personazhi kryesor dhe figura që mban gjithë historinë mbi supe. Seriali tregon rrugën e Osmanit drejt krijimit të një shteti të fuqishëm, mes betejave dhe sfidave të shumta. Për këtë rol, Buraki u nënshtrua një përgatitjeje fizike intensive, duke përfshirë trajnime për kalërim, luftë dhe skena aksioni. Me kalimin e viteve, Burak nuk mbeti vetëm një aktor i suksesshëm në Turqi. Seriale si Sulejmani i Madhërishëm, Dashuri e pafund dhe Osman arritën miliona shikime dhe u kthye në projekte shumë të ndjekura. Veçanërisht Dashuri e pafund u bë një fenomen global, duke fituar çmimin Emmy për serialin më të mirë, një arritje shumë e rëndësishme për industrinë turke. Suksesi i tij u pasqyrua edhe në vlerësimet personale, ku për rolin në Kurulus Osman, ai është shpërblyer me çmime si aktori më i mirë dhe si aktori më i pëlqyer nga publiku. Përveç suksesit në karrierë, jeta personale e Burak ka tërhequr gjithmonë shumë vëmendje nga publiku. Ai është i martuar me aktoren Fahriye, me të cilën u njoh gjatë xhirimeve të serialit Çali Kushu, ku edhe filloi historia e tyre. Pas një periudhe lidhjeje që u përfol shumë në media, çifti u martua në vitin 2017 në një ceremoni që tërhoqi vëmendje të madhe në Turqi. Së bashku, ata kanë 2 fëmijë dhe shpesh ndajnë momente nga jeta e tyre familjare në rrjetet sociale, duke treguar një anë më të ngrohtë dhe personale të tyre. Një tjetër element që tregon suksesin e tij është prania e fortë në rrjetet sociale. Burak numëron miliona ndjekës në platforma sociale, ku vetëm në Instagram ka 25 milion ndjekës dhe çdo postim i tij merr mijëra reagime brenda pak minutash. Por përveç suksesit në ekran, një nga temat që ka bërë më shumë bujë rreth Burak janë paratë që fiton. Sipas raportimeve nga media të ndryshme, për rolin e Osman, ai ka fituar mbi 40.000 euro për çdo episod, duke u bërë një nga aktorët më të paguar në Turqi. Kjo ka bërë që emri i tij të jetë shpesh në qendër të diskutimeve, sidomos kur bëhet fjalë për pagesat në industrinë e serialeve. Madje, në disa raste, është raportuar se ai ka kërkuar edhe shifra më të larta për sezonet e reja, gjë që ka sjell edhe tensione me produksionin, edhe pse këto mbeten në nivel thashethemesh. Por vëmendja nuk ndalet vetëm tek pagesat. Shpesh në rrjetet sociale diskutohet edhe për stilin e jetës, ku sipas disa burimeve, ai zotëron prona dhe makina luksoze, duke e bërë atë një nga aktorët më të komentuar edhe jashtë ekranit. Dhe pikërisht ky kombinim, suksesi i madh, të ardhurat të larta dhe një jetë që gjithmonë gjallë kuriozitet, është ajo që e mban Burak vazhdimisht në qendër të vëmendjes. Nga një model i ri në një nga aktorët më të njohur në botë, historia e Burak tregon se suksesi vjen me punë, përkushtim dhe zgjedhje të zgjuara. Me role që kanë lënë gjurmë dhe një ndikim të madh tek publiku, ai vazhdon të jetë një nga emrat më të rëndësishëm në industrinë e serialeve. Por tani dua ta di mendimin tuaj. Cili është seriali juaj i preferuar i Burak? Shkruajeni në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla. Faleminderit.